Është vendimi ka qenë i pritshëm, i duhur, për faktin se ka bazë në rregulloren e procedurës dhe të provave, për faktin se rregulla 56 e kësaj rregullore mundson një gjatë të tillë, prandaj në bindjen time ka qenë ndonse i vonuar, vendimi i pritur, për faktin se natyrisht që përmbushën këto kriteret për t'ju mundsuar një vizitë për shkaqe humanitare, për faktin se siç më tash e din opinioni, gjendja shëndetësore e babait ish presidentit tha që është relativisht e rënduar, të pabazuara dhe jo humane, për faktin se siç e thash, edhe gjendja e rënduar shëndetësore e babait ka qenë rrethana e mjaftueshme, pastaj natyrisht kur shtohet fakti këtu që i njëjti është në moshë relativisht të shtyrë, edhe ka bazë në rregullore, prandaj vlerësoj që refuzimet e mëhershme kanë qenë absolutisht jo humane dhe të pabazuara. Vendimi jo proporcionale, jo e nevojshme, për faktin se siç dihet, edhe ish presidenti tha që mirë, po edhe gjithë ish kryetarët e ushtrisë shqiptare të Kosovës kanë qenë jashtëzakonisht të vëmendshëm në drejtim të përmbushjes së rregullave, respektimit të rregullave, edhe për sa i përket vizitave të tilla në të kaluarën, prandaj vlerësoj që ata kanë vlerësuar mirë, po megjithatë vlerësoj që absolutisht i panevojshëm një prezencë kaq e madhe e forcave të rendit. Në njëra prej arsyeve që mund të ketë pas impakt qoftë në refuzimin eventual, por edhe në rregulla ose kërkesa ekstra, natyrisht që akuza e re ndaj ish presidentit tha që ndonse në bindjen time e pabazuar, siç e kam thënë disa herë, mund të ketë impakt në lidhje me këtë çështje. Këto masat sigurisht janë masat e zakonshme të cilat përdoren tek cili do i akuzuar i cili gjendet në masën e sigurisë, në masën e paraburgimit, apo edhe në raste të tjera kur janë të dënuar, gjithmonë ki personel i cili kujdeset që i akuzuarit të mos ketë kontakt me persona të tretë, por vetëm të ketë kontakt për atë person për të cilin është lejuar që ta viziton. Dhe sigurisht që to masa, që vetura janë diçka e zakonshme për të cilën ekziston ai protokolli sigurisht në këto raste të caktuara.